Prej maleve të lapushnikut në brigjet e detit, këndon një kom me shpirt të shenjtë. Aleluja, o toke bekuar, në çdo zemër ti je e gjallë. Aleluja. Qoftë levdua Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës vllai dashur. Vllazën e motra, çfarë kënaqësiet në këtë ditë të shenjtë që kem mundësinë me pa një dëshmitar të Krishtit Zot. Blerim Nika, një vlla që aty me ba shumë vepra të mëdha për kombin shqiptar, se Zoti ka ba vepra të mëdha për jetën e tina. E jeta e ti u ba dritë, jeta e ti u ba dëshmi për mua, e kom takua nëpërmjet video, dëshmin që ka ba për pagzimin, vërtet më ka frymzuar mua, ka frymzuar shumë miqtë e mi me cilët e kom da dëshmin e ti. E sot e kem mundësin me ba bashkë bisedë, sot e kem mundësin me dëgjua dëshmin e ti. Kush është Blerim Nika? Si ka ardhur Zoti në jetën e tina? Pse ky njeri në vend se me jetua një jetë qetë pa tragzim, ky do me ndihmu popullin shqiptar me përjetua dashnin e dritën e pagzimit që e ka përjetua ai. Pse ky shpirt është shpirt heroik që nuk ka mbyllën vetveten, po kur Zoti e ka prek, ky është hap për krejt kombin ton që të tjerë të përjetojnë dritën të cilën ai e ka përjetua, dashnin që ai e ka përjetua. Vlla Blerim, na fol pak për jetën tënde, pe ka je, si e rrit, e si ka nol ky udhtim, e si të ka formua Zoti me ka ky çka je sot. Atëherë falenderoj shumë vllai dashur, falenderoj për këtë inkuadrim kështu në këtë mënyrë. Unë me të vërtetë nuk kom dhënë intervista shumë, e kom dhënë vetëm një herë një deri më sot. Prandaj du më të falenderu veçanërisht ty për këtë mundësi edhe për këtë respekt, edhe du më të falenderu njëkohësisht që edhe ti në mënyrën tone super jetu e dhona atë maksimumin tënë të mundshëm për mi vetëdisu shqiptarët tonë, bashkëdhetarët tonë, gjakun tonë, që me pa dritën, jo vetëm të Jezu Krishtit, po edhe dritën e shpirtit tyne. Atëherë, vllai dashur, unë siç më prezantova edhe ti mu, unë jam Blerim Metaj, në fakt kam qenë Blerim Metaj, jam pagzu me 3 tetor 2024 në kishën e Lapushnikut me gruan tem edhe me 2 fëmijët e mi. Me kalimin e kohës e kom kthy edhe mbi emrin te katoliku i fundit i familjes time, që ka qenë Nika. Kom dash me marr emrin e Nikës, e jo me marr emrin e djalit Nikës, i cili është konvertu në mënyrë të dhënshme, domethënë Mehmeti. Kaq domethënë për fillim, nëse ti ke edhe një pyetje tjetër, urna vllai dashur. Unë tash mundi me lidh tona këto gjanat në mënyrën teologjike, se në fakt është shumë interesant çka ty menol tash në vendet tona. Që këta që po pakzohen, po i ndrojnë edhe emnat, apo po kthejnë emnat që i kanë pa dikur, se me shiku në Bibël, Abrahamit Zoti ja ndryshon emnin pe Abram te Abraham, atër na Jakobit ja ndryshon në Izrael. Simonit i thot që tash je Pjetër, do me tha figurat e mbla biblike, Zoti kur e takojnë Zotin, kur vanep një mision, ju nep edhe emrin e ri, që mos me jetua me jetën e kalueshme, po me jetën e re. E është shumë interesant se në Malsi kem familje që janë edhe sot me mbi emën Nikaj, por janë musliman, por fjalla Nik on pe fjalla që vjen pe shënkollit, Nika, Sen Nikolaos. E këto familje, der tash vonë, për çdo festë që janë festa e shënkollit, me 6 Desember, kanë les dyllën me nderua shenjtin
pe cilit kanë marrë edhe emrin, që po më duket shumë interesant e frymëzuar me kjo vepra jote. Vllai dashtën, emrin që ku marr, tash ti e ka dhe një histori të dhimbshme mbrapa saj që nëse ti ki dëshirë. Jo, unë kam shumë dëshirë. Edhe për opinionin që ty të përcjell, unë e kisha tregu këta, sepse nuk është thjesht një tregim, po është që domethënë edhe sot e shohim, nashta jo në njëjtën formë, po kogja e ngjashme është. Atëherë domethënë katoliku i fundit i familjes time, siç e thash më herët, ka qenë Nika. Me ardhen e perandorisë osmane, domethënë kur kanë filluar ato konvertime të dhunshme mbi shqiptarët, atëherë që shtregojnë pleqt e familjes tem, që sot nuk janë gjallë, mirë po rrëfimet e tyre unë i kom majt men. Edhe sot më nona mi au tregu edhe fëmijëve të mi. Nikën e kanë myt, e kanë vra, e kanë prerë në ditën e Bajramit, në ditën e Kurban Bajramit. Atë ditë kur i therin sipas fesë islame ose sipas ideologjisë, sepse turku nuk pron një fe në toka shqiptare, po turku pron një ideologji ekstreme. Sot mund ta quajmë qysh don populli shqiptar, mirë, po në atë kohë ajo nuk ka ardhur si fe, edhe me që nuk ka ardhur si fe, edhe nuk mundet më konsiderua si fe. Nëse Nikën tem, po e quaj, e kanë prerë në ditën e Bajramit, e kanë bë kurban. Edhe djali i tinej, Mehmeti, që rrjedh edhe mbi emrin Metaj, ai e ka ndrru fen. Ju kanë nënshtru presionit të dhunshëm, edhe pse ja kanë prej babën. Wow. Në mesin e atyne që ja kanë prej babën, ka pas edhe shqiptar, ka pas, nuk kanë qenë vetëm tursh, osman. Po përveç që kanë prej Nikën e kanë lënë pa varr. Nika nuk ka as gur të varrit. Përveç që Nika nuk ka gur të varrit, vllai dashtën është një gjë që nuk e diskutojmë na shqiptarët kur. Katolikët e shqiptar, të cilët janë fëmija e tyre, të cilët janë konvertuar në mënyrë dhunshme, nuk dihet se ku i kanë varrezat, sepse varrezat ja u kanë zhduk totalisht. Domethënë, fisi ose familja jame nuk e din se ku janë varrezat e të parëve tonë që kanë qenë katolik. E ki parasysh. Ata leqen e kanë rru neve identitetin një farforme. Ata na kanë zhduk edhe të kalumet tonë, edhe varret e të parëve tonë. Edhe kom lyp, kom kërku sa kom mujt, kom gjurmu, me gjetë një gjurmë ku janë ato varret parëve të mi, nuk kom mujt. E me që nuk kom mujt, mja gjetë gurin e varrit të në ati Nikës, se nuk po e tham këta vetëm sa për mu dëgju mirë, atër kom vendos që me marrë mbi emrin Nika për me qenë une, fizikisht me qenë une guri i varrit Nikës tem, cilin e kanë e kanë masakru. E sot vllai i dashtën, po du me ndalidh me ditët të sotshme, sot nuk po na prejnë fizikisht, po shpirtnisht po na prejnë çdo ditë, që që kanë prej Nikën tem, e Nikën tonë, e Nikën e atij tjetrit, e të atij tjetrit. Është edhe dhimbshme çka po ndodh. Sot mirë po Zoti, unë e shoh, e vrej, e përjetoj që Zoti u kthy prap në tokat shqiptare. E ndjej ato thellë në shpirt, e ndjej që prania e Zotit është në çdo familje shqiptare sot, sepse çdo familje sot fol për pagëzimet që po ndodhin. Tabuja është thy, për shqiptarët është normalizu gjendja e rikthimit, se para një kohe kur flisnim për pagëzimet e për rikthimet, o konë aq tabu o konë këtë temë, sa që nuk ka mujt me imagjinu një familje, nuk ka mujt me marra si të vërtet që me të vërtet po ndodhin pagëzime. E sot leqë është normalizu, mirë po dhe diskutohet mrena familjeve, si për shembull halla jeme.
Holla jeme asnjë ditë shkollë nuk e ka, mirë po kur i tregon baba jam që blerimi don më shku me bo pagzimin, ajo thot, po mirë më riz, nashti edhe na do të më shku me bo pagzimin nesër nesër. E kupton? E kështu vllai dashtën. Vërtet, po vjen ato fjalë që historia e kishës e lashtë thote që gjaku i martirëve është fara e kishës. Nika ka qenë absolutisht martir. E ajo farë, e nësa futën le, sot ka dalë pe i leut. Ajo farë, aty me lën fryt, e ti e tash frytja saj farë. Hala jote ka me qenë frytja saj farë. Fëmi tjerë, se të shenjtrit nuk janë të vdekun, janë të gjallë. Jezusi, thot Zoti, kur i shpaqet Mojsiu thot, unë jam Zoti i Abrahamit, Izakut e i Jakobit apo Izraelit. Atë Jezusi thot, Zoti nuk është Zoti i të vdekurve, Zoti është Zoti i ngjallëve. E kjo që ka na jep feja, na jep mundësin me besua se nika që ka lën jetën për Zotin, që ka lën jetën për kombin e vetë, që ka lën jetën që mos më u dorëzua, aja është i ngjallë. E fryti ti, tash je ti, e kanë me kjellë tjertë, se nëse është i ngjallë, a i lutet për këta. Vlla, kjo ka keni dëshmi aq e mrekullueshme, që edhe nëse nuk e din gurin e ti, tash je ti ai gur, por je gur i gjallë. E Biblia në fakt thot që na kisha ndërtohet në gur të si, na jem si gur të gjallë, që bashkohemi ni. Në fakt është shumë interesante se Simoni që thash për ndryshimin e emrës, Pietri që janë ke apostulli Jezusit i pari pap, lideri i apostujve, ai ka për emrin Simon, po Jezusi i pyet apostujt e Mateu 16, çka thonë njerëzit se kush jam unë? E gjithkush ne opinionet mla. E krahasojnë Jezusin, dikush thot je Gjon Pagzuesi, dikush Elia, e krahasojnë me profet. Atë në kthehet Jezusi e thot, po çka thoni ju se kush jam unë? Harroni çka thonë tjerët. Jezusi nuk u thot, o mirë that jam profet. Jo, thot, çka thoni ju se kush jam? Pietri thot, atëherë ti je Mesia, biri i Zotit gjallë. E Jezusi e shekoi thot, Pjetër, ti je shkam. Simon, ti je shkam. Ti je shkam, do me tha Pjetër, Petros në greqisht. Ti je Pjetër, e mbi këtë gur, mbi këtë shkam do të dërtoj kishën teme, e dyert e ferrit nuk do të kaplojnë mbi ta. E do me tha, edhe se niks ja marr jeta, dyert e ferrit s'kan kapljua familjen tënde, lavdis Zotit falenderoj shumë për këtë dëshmi të mrekullueshme. Faleminderit për te vëlla jam. Shumë faleminderit. Mirë vëlla, tash, a mundesh më na tregua pak ka je rrit tash, do me tha, a ke praktikua, s'ke praktikua, fen tënde si ke arrit tash të ky besim, edhe si ke arrit të dëshira për pagzim. Atëherë vëlla i dashtën, unë kam lind në fshatin Kaliqan të komunës Sistogët, komunës Borimit. Fshati Kaliqan është kryesisht një fshat kogja i vjetër. Biri konsiderohet që është fshat me rroj autoktone. Do me thonë nuk është i ardhën prej askajt, mirë po i ka rrojt aty historikisht. Jam rrit në një familje me traditë shqiptare. Feja islame nuk ka qenë shumë e theksuar në familjen teme, më thonë drejtën. Gjyshi jam ka qenë bari i deleve, mirë po ka qenë një burr fisnik, punëtor edhe bujar. Plisin e bardh kur nuk e ka ik pi koke. Është falë. Mirë po kur nuk ka ardhur në shtëpi më na thonë neve që doni mu falë edhe ju, ose nuk doni mu falë. Kur nuk na ka thonë doni mu ngjinu, ose nuk doni mu ngjinu. Kjo është edhe një dëshmi që feja islame deri para 25 vjetëve nuk i ka ngul rrojt fell të popullit shqiptar. E as të familja jeme. Me kalimin e kohës, vllaun e ja kom nis me i shku babgjyshit mrapa në xhami,
Jo që më ka interesu shumë xhamia, mirë po kom pas dëshirë me çu kohën sa më shumë me gjyshin tem. Edhe ato pak minuta cilët ai shkojke në xhami, une kam shku me ta. Për atë arsye edhe kam shku në xhami, fillimisht. Mirë po nuk du më nalë vetëm të xhamia, une e kam babën gjallë, nanën nuk e kam gjallë, që 4 vite kanë rru jetë. Jam i martum, jam babi 2 fëmijëve. Kam vlla edhe motër. I pagzum jam qysh thash ma herët vetëm me gru e me fëmijë. Mirë po dash Zoti që edhe baba edhe vllau të mbashkangjiten sa ma shpejt. Po, çka kje, si me tha, nxitje që të bani që me marrë këtë hap, se kjo një hap e malën e adime, se nuk kanë gjetë një qëteti për një kohën kja shumë tabu i malë, se armiku ka mjell farën e fort të konfuzimit, që më u tha shqiptarve nëse bëj katolik bëj shka, me ditë se bëjmë shka, asë nuk s'kish mu pakzu kur, a mërvesh, çka ke nxitja që të bani ty me marrë këtë hap, kaq të male, kaq të rëndësishme, po në një mënyrë edhe të rrezikshme. Vllai dashtën, ma herët folëm për Nikën, po më nona shkurt mira. Tashti, sa herë kanë folë për Nikën, Nika nuk ka qenë tabu kur është përmen emri i tij. Përkundrazi, ka qenë një krenari e heshtur që e kom pa në sytë të gjithëve kur e kam përmen Nikën. Dhe më thonë, thellë në shpirt të familjes teme, pleqve të rrethit tem, sa herë është përmen Nika, ja u kom pa në sytë të tyne, në buzëqeshjen e tyne ja u kom pa atë krenarin. Edhe mu më ka interesu ajo pjesë. Edhe kom fillu më gjërmu për atë pjesë. Pavarësisht se dikur edhe mas që ndroj jetë babgjyshi, une kom vazhdu më shku në xhami. Jo që kom dash më bo nëj dëshmitar, jo që kom dash më bo nëj besimtar, ku di une. Mirë po, kom shpresu që aty e gjaj pranin e gjyshit tem. Po nuk e kom gjetë as pranin e gjyshit tem, e dorën zemër, betona përflamore për gjithë shka të shajt që e kom, aty nuk e kom gjetë kur as pranin shpirtnore të Zotit. Betona për këta që e thëmë. Betona, qofti mallkum, gjako jem qoftë se gënjej një pikë e një presje. Atëherë, vllai dashtën, njeriu, jo vetëm une, po dhe shumë tjerë që pakzohen, rikthehen sot, nuk mundën me mohu, ashtu si asone nuk me mohu që e kemi përjetu shpirtin e shejt. Unë e kom përjetu shpirtin e shejt të nana jeme, që shumënu më na rujt, që shumënu më na rrit, me nerë e me tradit shqiptare. Edhe ajo pjesë ka qenë për mu shpirti shejt. Traditat e vjetra, që nuk kanë fare të bojnë me islamin. Edhe ajo ka qenë shpirti shejt. Besa e babës tem, neri gjyshit tem, urtësia e gjyshes teme. Gjitha këto e kanë formu shpirtin tem, jo vetëm temin, po shumë tjerëve që sot pakzohen. Kur më ka vdek nona jeme, tash po ta thëmë për herë të parë këta, ta thëmë fakt për herë të parë publikisht, kur ka vdek nona jeme, une për shkak të mungesës dokumentacionit vllai dashtën, nuk kam mujt më qenë prezent në Kosovë. Atë natë kur ka vdek nona jeme, tashti më hi detalisht nuk du, ka qenë sigurisht ka qenë shumë e ranë. As që e ranë sa që mundet me kuptu vetëm ai që e ka provu vetë. Atë natë vllai dashtën, kur kom ra më flejt në orët e vona, e hala nona jeme, dhe më thonë, hala nuk është hindhaj. Kur kom nejt deri vonë, kur kom ra më flejt, jom hindhëm, e kom fik dritën, jom shtri në shpinë,
edhe vllai dashtën e kom përjetu, sa kish fillu më marrë gjumë, e kom përjetu në dorën time një prekje të lehtë. E këto, që po ta them këto, ka edhe shumë tjerë që kam përjetu. E kom përjetu një prekje të lehtë dhe jam trem, jam zgjupi i gjumit edhe jam dalë në korridor. Në korridori ishte kogja i gjatë edhe për me ndes dritën duhej të ecësha 2-3 hapa. Kur kom fillu me ecë vllai dashtën, e kom ndjen një prani para meje 20-30 centimetra. Nxemjet ishin të fikura, frymte një farllaj, frymte para meje. Edhe e kom vrejt që dikush është përpara meje. I shtangur nuk kom guxu më livrit, po të kallzoj drejt, sepse jam friksu edhe vetë. Mirë po ka qenë diçka magjike, sepse ka qenë edhe një ngrohtësi përpara meje, që rreke unë nuk e shisha. I friksum jam kthy me njerë në dhomë, edhe i kom thonë nusës që dhe zma dritën se jam katut na më dalë në korridor, nuk e dija as vetë qa bo. Vllai dashtën, ajo që ka ndodhur atë natë ka ndryshu jetën teme, sepse dhimbtën e ronë që keshtu e përjetu për nonën teme, ajo dhimbtë u shndru në forcë. Edhe une jam kon ai që ju kom thonë krejt familjarëve, prej atij momenti ju duhet me qenë të fortë. E nuk e di as vetë kam ka ardha ajo fuqi. Nestrit i kom thonë nusës time, ne duhet paksohemi. Edhe u shtoku 4 kjo ide, thash nuk e di as vetë. Mirë po këtë ide e kam, është të më thonë shpirti më shku më paksu. Nuk jam shku me njerë më paksu vllai dashtën, kanë kalu edhe 4 vite tjera. Wow. Mirë po, gjithmonë mendje të pakzimi. Mirë po, para pakzimit vllai dashtën 15 vjet unë se kom praktiku fare islamin hiq. Edhe kjo vlen me theksu. E ditën e pakzimit, nëse ki dëshirën ta them atë përjetimin që kom përjetu. Po si jo, ata po më intereso shumë në fakt. Përjetimin tem vllaune nuk e shoh prej syve të tjerëve, ma shumë e shoh përjetimin e tjerëve kur e shoh unë me sy. E është magjik, secili pakzim është magjik veti. Mirë po di më thonë që në ato momente kur Don Frankolaj, prifti i famullis Shen Abrahamin Laposhnek, kur filloi ritualin e pakzimit, unë vllai i dashtën nuk i kom dëgju mo as një zhurmë t'jashme, totalisht jam kon si po t'isha i shordër, vetëm jam fokusu të sytë e tij, edhe çka do që falke mu ka dok vesh magji. Sikur më mbashtin në hypnozë, se dhja po më kupton. Po të kuptoj mirë. Edhe mu ka dok ai moment që ka zgjat 2 minuta nashta, mirë po ai kishte zgjat 1 orë. Apo kupton? Edhe nuk është vetëm sa du me zbukuru atë thonjen që e kom thonë, mirë po me të vërtet mu ka dok sikur krejt historia e jame, e familjes teme, e të parëve të mi, është që aty me mu e pranishme. Sepse e kom pas një barë 2 fish, se jam ka një pari i fshatit tem që e kom bo pakzimin, e kom pas një barë pak ma trona e kom pas, se stigmatizimet janë ka në pastaj trona, e jo vetëm për mu, po edhe për babën tem, edhe për pjesën tjetër të familjes tem. Atër edhe familjarët e mi janë që më mbrojt mu pej stigmatizimeve, pej sharjeve, ku dihone. Momenti i pakzimit ka qenë magjik, e stigmatizimet nuk pa kanë prish magjin teme që kom përjetu atë ditë, edhe sot e asoj dite atë magji e ndjej. Kisha pas qef me përjetu çdo vit, po fatkeqësisht vetëm një herë ban mu pakzu. E kështu. Lavdi Zotit, vërtet vlla, kom një shumë dëshmi njerëzit që ka folin, po kjo dëshmia jote po del shumë
pe i shpirtit, edhe gjithçka çka je të fol, unë jetën teme ma ka ndryshu jetën shkrimi shenjt Biblia, jam ke njeri pa shpres, pa jetë, jam gjallë sot se kom lexu Biblën. Lavdi E kur, Zotit. kur i dëgjoj njerëzit ka folin atë si ti, se Biblën e kanë shkru njerëzit, po e ka frymzu shpirti shenjt. Edhe ti po fol si njeri, po të frymzo shpirti shenjt. E njëjti shpirti shenjt që ka frymzu Biblën, po frymzo edhe ty. E fjalë që po fol ti, po më duket se vargjet biblik po dalin gjallë, se a ka një trishtim maj malë se një birë që mos me muj me i shkua në hatër nënës vetë. Por çka thot Biblia? Zoti është afër atyne që e kanë zemrën e thyrë, zemrën e plasur, është afër atyne që janë shpirt thërmuar. Në atë moment ti e ke me zemër plasur, me shpirt thërmuar, e çka ka nëllë? Të është avit Zoti. Jo me dënua, me të ngushlua. E ky është dallimi që ju thom njerëzve, i Zotit që i përfaqëson Biblia, që i përfaqëson Kisha Katolike, edhe Allahu i Islamit që është një Zot transcendent që nuk lidhet me njeriu është skllav i tij. Zoti i Bibël sa ky, që njeriu që ka zemrën e thërmuar, shpirtin e thërmuar, zemrën e plasur, ai avitet, jo me dënua. Të avit edhe në momentin që si e kej pak zoom, ta ka ngushlua që me tërhjek të vetja. Më duk shumë interesant kjo dëshmia jote, është një vlla ka pa knua e zanin, ka kja shumë i përkushtum, është pe i Podgoricët, allën rrjetet sociale, Damiri, edhe po lidhet kjo dëshmia tande me dëshmin e ti. Kur ma ka ban dëshmin e ti, komet havitun, ashtu tha isha shumë i përkushtum, tha në Islam, të kënduin ezanin, të prediku njerëzve, të mu vesh, si që veshën në vlazëria, do me tha salafiste. E një natë, tha, o fut një dritë, tha, në lomën teme, tha. E kom ditë, sa Jezusi, tha. E ma vishë aq afer, tha, një dorë, unë, tha, e mbuljova kryet, tha. Që menova, tha, po vje ky Zot më mdanu, tha, që nuk i përkas ati, që janë kudramet. E jam shtëngu, tha, në atë moment, por, tha, ajo dorë, tha, më duk, se vetëm ma ka prek faqen, tha. E kom përjetua një dashni. A i sot predikon Jezu Krishtin, se ka prek Jezu Krishti, edhe ti e të prediku Jezu Krishtin, se te ka prek Jezu Krishti. Vllai dashtën, komahin dhe komahin, po të flas me sinqeritetin më të madh veç që atë përjetimin që e kom pas në korridor, nuk kur në jetë teme nuk më ka ndodhur më herët. Edhe më pakallzu dikush asi tregimeve, e kisha pas si të çmendën e kisha pa atë njeri, edhe nuk e kisha besu pa e përjetu vetë, po të thëmë sinqerisht. Tashti njerëzit munën me pa shpirtin e shejt në format ndryshme, mirë po shpirti i shejt vjen në atë formën e vetë si e zgjidhaj. Atë vjen ëndër, atë vjen në atë formë si më ka arë mua, si më ka arë shumë tjerëve. Mirë po shpirti i shejt vllai dashtën mu nuk më kalon, vetëm me bon pakzimin edhe mu nal, si që tha ma herët, me i shiku punët e mija unë e jetën teme. Sigurisht që nashta materialisht i kisha pas kushtet hala dhe ma mirë, me qenë se i kom mesatare, normale, i kisha pas kushtet edhe ma mirë sigur ta kisha shiku jetën teme, nashta kisha punu edhe ma shumë, në vend se me i kushtu ko kësaj gjaje, sepse ka njëherë po na akuzojnë neve që jemi bon milionera. Unë e di mi thonë aty nëse unë jetoj me një rogë jetoj, unë jam i vetmin familje që punoj. Nuk më kalon ai shpirti i shejt me i këshyr punët e mia, po e kom përjetu një thirrje thellë që më do të edhe vetë më angazhu. Qaq sa muj e qaq sa di me thonë, për vetës teme e mi thirrë edhe njerëzit tjerë më paksu. Në mënyrë vullnetare, në mënyrë të lirë, sepse forma tjetër thirrjes në krishterizëm Krishti nuk ka njoft. Edhe krishterizmi nuk njen.
Kështu që me paqe dhe me dashuri, i kom thirrë dhe e shfrytëzoj rastin edhe këtu. I thras gjithë ata që na ndëgjojnë, një në zemrën e juaj, një rrojtë të parëve t'juaj. Mos e merrni thirrjen tonë si përçamje, sepse as unë, as malsori, as arbërgashi, as pajaziti, e as kusht tjetër që bën thirrje për rikthem, nuk është se ju thirr mu përçarme me veti. Na ju thirrim juve për shkak se ju dojmë, e ju kemi vllazën edhe motra, për shkak se ju dojmë të mirën, për shkak se ju kemi të gjakut, ju kemi gjithçka, ju kemi edhe duke ju dashur ju thirrim, hajde ne, për të mirën e juaj, sepse këtu ju veç që i gjoni rrojtë e juja, po këtu e gjoni edhe atë magjin, hyjnore që ja u nxenë zemrën. Ajo është Ati, Biri edhe Shpirti i Shenjtë. Amen. Lavdi Zotit vlla. Shumë interesant si fjalët e tua janë fjalë të vërteta, po nuk ka se i ke studiua, i ke përjetua. Ka pa tha njëherë një prift, është dallimi i madh me marr Biblën e me studiua mastavjenet si t'ishin detyrat shkollore, e është tjetra me lexu Biblën në gjunjë, të me lut, të me përjetua. Ti e ke përjetua, kur tha Shpirti i Shenjtë vjen në forma ndryshme. Edhe Biblia jep emra të ndryshme Shpirti i Shenjtë. I thome shpirti i dashurisë. Ku dashuria është Shpirti i Shenjtë? Shpirti i paqes. Që ti, në atë moment kur të ka ardhë, i thot edhe shpirti në ngushëllimit. Ka ardhë ai shpirti të ka ngushëllua. Kjo që the ti tash, vazhdo. Të betona vllai i dashtën që kur njëtën themen nuk foli në bazë të Biblës, edhe pse Biblën e kom lexu edhe para pagëzimit, edhe mas pagëzimit, po kur nuk mundona më fol në bazë të Biblës. Kur hiç. Monona prej shpirtit ta monona më fol edhe shpresoj që me përullësinë më të madhe dhe respektin më të madh të fol prej fuqisë shpirtit, shpresoj që edhe ata që na ndëgjojnë e na shohin, ta shohin sinqeritetin tonë, se nuk jemi t'i thirrë për kur fa interesi, po jemi t'i thirrë me sinqeritetin e shpirtit. Amen vlla. Një gjatë tash që e ke fol. Munet me ke gati, si me tha, kontraversale, që tha i thirrim njerëzit në pagëzim se i duhem. Për shembull mua, tash, janë mes të gjithve, por shumë me thone islamofob. E unë jo thom, fobia është një frikë e parsyeshme, vjen nga fjalja greke, fobo, që përdoret në psikologji, kur ne keni frikë që sa nevoja me pa. Po unë ju thom, unë jam shqiptar, ju thom, katolik me ma pak fobi se gjithë tjerë. Po kjo duket si e çmenduri. Po ti ke fol të kundra islamit, ti islamofob. Unë thom, të kisha fobi, unë s'kish me fol kundra. Unë s'kish me dal me ftyrë me fol. Të kisha fobi, kish mu fshe. Por kjo që ka the ti, unë atë na shumëve ju thom, unë jam një nga katolikt që i dua musliman shqiptar ma shumë se të gjithë. Edhe kjo duket çmenduri, po pse i dua? Se ju dëshiroj të mirën. E tash po nap një shembull tyr pse. Për shembull, ti ke fëmijën e vogël. E je në park me fëmijën tënd. E fëmija i dikur tjetër, aty me kalua rrugën, e ti e sheso makina tyra. Ti në atë moment, për dashni për atë fëmijë, ti do me shpetua atë fëmijë me rreziku jetën tënde. Se don. Tash pyetja kjo. A kishe me pas zemër ti, me pa një fëmijë, që aty ra makina e ti me nejnë punë të veta, që thaja me pa jetën më të letë, se ke fëmijën e tu në park, ke problemet e tua, do qetësinë tënd. Jo, ajo ti s'kishe me kja njeri, ajo nuk kanë zemër. Edhe unë, edhe ti tash, si vllazën që kem përjetua këtë dashnit Jezu Krishtit, na nuk mujmë bashk atletar ton me janë me vdek
në ignorancë e mos me përjetua këtë dashni. Ne jem ata që ju thomë, o ty me tra makina, jetu më shku të u bjerën me këtë mënyrë jetë, me këtë mënyrë ideologjie. Takoje Jezu Krishtin. Ne jem ata që, si me tha, e flijoj me jetën tonë që tjertë me njoftë këtë dashuri. E ata që e njohin, mas disa kohët kthehen, edhe na falenderojnë. Thot, falenderoj që i angazhua, që mos kishe ba kur gjë tjetër në jetë, thot, vetëm që ke prek, që Zoti ma ka prek tash zemrën teme, e kom përjetua dashnin të cilën e ke predikua ma parë, ka vlerë kjo fli. Që do me tha, ti i don popullin, për ata jetu i thirë në pagzim, u thua leni rrugën e territ, eni të drita. Vllai dashtën, unë sot hiç më larg e kom pas një bisedë kom pas me një prift cili nuk du m'ja dhon emrin këtu, mirë po sigurisht që privatisht edhe të tregoj se për kanë bëhet fjalë. Priftin në fjalë ma tha një fjalë shumë të madhe dhe të mirë. Unë e shoh si fjalë të madhe. Thot, gjithë shqiptarët kanë nevojë të rikthehen te Krishti. Po thot, mas shumë të kemi nevojë ne të krishterët. Edhe unë thot, si prift kam nevojë me përjetu edhe njëherë ringjalljen në Krishtin. Sepse vllai i dashtën Perandoria Osmane nuk i ka shkatru shpirtnisht, edhe nuk ja u ka ndryshu vetëm fen atyne shqiptarve që i ka shëndru në islam, në islamista ose në fe islame, në ideologjinë islame. Ai e ka ngulit anadollizmin në troje shqiptare, e që anadollizmi ka prek edhe familjet e krishterat që nuk e ka ndryshu besimin. E ata anadollizm e shohim edhe sot e kësaj dite, vllai dashtën. E shohim edhe sot, ne e thëmë edhe unë tash në këtë rast, duhet me përjetu shpirtin e shejt të gjithë, edhe duhet me largu çdo element të anadollizmit, otomanizmit për shtëpive tona. Edhe vetëm atëherë mune më thonë se ne i takojmë Jezu Krishtit, edhe ne jemi shqiptar puro evropian. Nëse nuk i largojmë këto, këtë pagzohemi, këtë rikthehemi, edhe këtë e mashtruim vetveten. Po të vërtet se duhet me përjetua frytin e pagzimit. E këta që ka tha ky prift, është shumë interesant vëlla se unë, se tash më ka dalë zari që ai që fol kudra islamit, unë se kom pan mende, më marë me islamin, mësa kom pan mende, me fol me tyja kur se s'kom njoft, asë se më ka interesu islami, jam rrit ta njetën matë mirë shok, kam pa musliman. Për në fakt, edhe vjetë kur kjanë malsi, edhe tash që më njohin, shumë thone islamofob, kom shku fill të shpia shoku sem që jam musliman, e ka gruan vajza e hoxhës, më kanë prit me bushqeshje se jem rrit bashkë vlazën, jem vlazën, e kom shkua, e kom falenderua nanën e ti, se shumë jam ushqyë me bukën nga duart e saj. Do me tha, unë kom tha që unë se folji kudra islamit, unë folji kudra islamit politik, se thonë sha muslimant, ju thonë, me mia klipe janë të mijet, gjeni se kom sha një musliman apo një shqiptar. Kur? Nëse folji kudra ideologjisë islame, a janë tjetër. Nëse të fyët diçka që kom folji, nuk o faj jem. Por, ajo grua, mëre vlla, nuk o ndaluan nga nona jeme. Ajo grua, pjekte bukën si nona jeme. E pjekte bukën ma mirë se nona jeme, i thosha non, pse nuk e pjek bukën si zuraja? Se i te grua me vjerë. Kom shku e kom nejt e ta ka 2-3 ditë për Bajram, se Bajramin e kanë tonë muslimantë njëjtën kohë, ata natën e parë s'mujnë me shku të njëri tjetri. Po gjithë kush në shpinë e vetë, unë rrisha atje. Por, ata kje një harmoni, një qetësi, qka ka nollë, mas luftet në Kosovë,
unë s'kom muj me kuptua, vetëm e di se kom shkua në vend lindje, kom nis me pa edhe njerëz që i kom me gjak, njerëz që jam rrit me ta, femnat e mbuljum, njerëz dhe radikalizum, ka nis me u tha katolikve ka urë, një tjetër, unë ku kom takua Jezu Krishtin, kom nis me ba thjesht video, që njerëzit me taku Jezu Krishtin, se kom pan mende islamin, s'kom, po sa kom nis me vun video, ka nis sulme. Jo Jezusi musliman, jo qafir, jo ju shkonin fer, non Terezja në fer, unë të parën herë të beton vla, kur kom dëgjua një musliman, se ka sha Gjergj Kastriotin, kur kom dëgjua të parin, unë kom menua je ky me një herë, kanë me denënsua krejt shqiptarët, je ky në jashtë komit. Kur kom kuptua se këta, do me tha, pe ngritin, po janë shumë sish, këta më kanë dzit, që ju me tha, pikës parit kur më ka thani njeri, se na jem kja gjithmonë musliman, e kem ndryshu fen, unë nga logjika kom tha, po si kom ndryshu fen, unë jam marrë me historin. Kur kanë tha Jezusi musliman, unë kom nis me lexuat në Kuranin me pa vërtet që kam son ky libër. E kjo ka nis më mshtynë atërna, me nis vetëm me krahasua me ban disa korrigjime, kom nis në YouTube. O vlla sulme që më ka noll, urrëtia që kom përjetua, kërcnim me vdekje që e marrë dhe sot, o kur takoj, a dua me trap, unë thomë jam bokser, unë jam teolog, që do me tha, qka ka noll tash, kja një pyetje që du me të ban ty. Kur ka noll kjo, se unë nuk kujtov masë në Kosovë, asë në Shqipëri, asë në Malsi ku jem na, nuk di kur ka noll kjo levizje mrenda islamit që ka noll që qka po shojmë sot, që shahen figurat kombëtare, shahet flamuri, krishterë që janë shka, edhe se aqësa janë këtë krishterë dë vërtet, me mend dhe me zemër, kanë punua për çështjen e pavarësisë të Kosovës, në mjetë ndryshme, ty me shkua thmija, katolik, pe kishë Shënpalin Detroit, dhe pe New Yorkut, ty me fjet jashtë para shtëpies bardhë, që me tha shtëpia e bardhë, e me tha Clintoni, po çfarë hallit kanë këta njerëz, se vllaznit ton, po vujin, na ndihmoni, Joseph Diogardi, ty me përfaqësuan kongres popullin shqiptar, që në kjo peshki, Mark Sopi, Dom Ljush, Gjergji, kanë dëshmua para kongresit, do me tha, si u banë të njerëz qafir e jo shqiptar, çka nolli këtu? Atër vllai dashtën, para se më hi të këto temat e fundit që ti i përmene, nuk kam qare pa e thonë një gjë e cila është shumë thelpsore për mi kuptu këto tjerat pasanej. Pavarësisht se sot qysh mënohen me paraqit islamin, do të me ditë shqiptarët se islami kur ka arë në toka shqiptare ka arë në mënyrë të dhënshme. Ka arë me shpat, ka arë në ato format më brutale që mundet me njoft historia e njerëzimit. Edhe tashti nëse mënohen disa me thonë që jo perandoria osmane nuk e ka pru islamin me të vërtetë si që është. Atëherë do të mja u boni pyetje shqiptarëve të besimit islam. E Muhamedi a ka vepru ndryshe për dallim prej perandorisë osmane? Jo, edhe ai në atë formë ka shpërndar islamin. E qa po du më thonën është se sa do që mundohen sot me paraqit si kur modern, islami është një edhe nuk janë dy ose tri. Amen. Islami është një edhe sa do që janë mundu me masku islamin, islami pavarësisht asajna dhe nuk ka mujt në tokat shqiptare më bo shumë kërti mas ramis perandorisë osmane, sepse tradita e shqiptarve, kultura e shqiptarve gjithmoni ka rezistu ati islamit, edhe nuk e ka leju mu fut në familje, sepse ne kemi pas edhe klerin katolik të fort, pavarësisht që kemi qenë musliman, a i neve na ka majt gjallë dhe na ka ushy shpirtin me adhetarizëm.
Pastaj e kemi pas edhe kanunin e Lek Dugaxhinit, i cili është bo kod në familjet shqiptare që nuk i ka leju Islamin me i bon ato kërdirat si që i bën sot. Sepse sot sistemi e ka hek prej praktikës të përditshme kanunin e Lek Dugaxhinit, fatkeqësisht, Edhe prandaj kanë mundësi këto rryma ekstreme të futen. Du më thonë vëlla që ekzistojnë edhe disa rryma ekstreme edhe në Islam. Tashti na nuk e dim cila është ma ekstreme sepse janë 73 sekte në fenë islame. Tash e se bjerin thije cila është ajo ma e buta ose ma e rrezikshmja. Ne nuk e dim. Ne e dim se secili sekt që prezantohet në toka shqiptare mënohet më na e cenu neve, dhe më thonë traditën tonë, na e prejkë më njëherë kulturën tonë. Ne nuk e dim se çaj u bën aty në flamuri jonë që na e prejkun. Nuk e dim as çaj ju bën aty në mënyra e jetës që jetojmë na, pse do të patjetër ata mund përzin në familjen tonë. Edhe në ushqimin që ne e hajmë, qa kanë nevojë ata neve mund na përzin jetën tonë të përditshme. Kështu që mund vjen mirë që shqiptarët janë të pa këtë divergjencë të madhe, e cila nuk ka të bëj fare me hyni, nuk ka të bëj fare me dashuri njerëzore për qiellin edhe Zotin. Kjo ka të bëj me tendencën e tjetërsimit të popujve, pushtimit më të lehtë. Po vëlla i dashtën për ata njerëz që besojnë, sado që është ekstreme ajo që sot dhe quajnë fe, ata njerëz që besojnë në Islam, ata nuk kanë faj, ata janë të pafajshëm. E kam fjalën për ata që besojnë seriozisht. Ata janë të pafajshëm, edhe ne nuk kemi kur gjo kundër tyne, s'kem qysh më pas kundër tyne, sepse i kemi vllazën edhe motra. Unë babën tem e kam musliman, e kam vllahun tem, motrën tem e kam muslimane. Krejt rrethin e gjanë të familjes tem i kam musliman. Nuk më i me o rrethin e gjakun tem. E ditë kam dëgjua, më falë që kam dëgjua një live që i thosh, që shkruashin njerëzit për ty islamofobe, ti the, po si me ke unë islamofobe, kam babën e vllat, familjen kam musliman, po çfarë fobie të kam unë? E puth ti vlllan tënd, e babën tënd? Po qysh nuk e puthi? Patna, si mund është me ke ti islamofob kur puth muslimanin? E kupton ti more vlla këta? Vetëm se du të mi u thonë se ma shumë puthin ata mu si korona ata. Vërtet kjo është e çuditshme. Edhe ti që nuk e ki kërkan tashti, po thamë se s'pe di saktësisht, të familjes musliman, edhe ti e ki të njëjtën ndjesi si korona. Sepse na e kemi një gjak, e kemi një kulturë, jemi një kombit, një gjakut, një flamurit, një gjumë, një kulturë, një tradite, i kemi të njëjtat ushqime, unë e ha flinë dhe ti e han flinë. Mos e urita. Po tashti. E në Kosovë e bojnë shumë mirë. Po, e bojnë mirë, po tashti më nis me i dëgju këto rrymat islamit që po vinë, ato kanë dëshirë më na hek edhe flinë më na hek neve prej sistemit. Pastaj plisi i bardh ju pengon aty ne. Çdo element kombëtar shqiptar ju pengon vllai i dashtën. E pakëzimi tashti, po kthejnë atë pakëzimi edhe një herë. Pakëzimi nuk është i mirë vetëm për shpirtin tonë. Pakëzimi është i mirë edhe me rujt identitetin tonë, sepse në kish nuk preken këto vlera që preken në Islam. Une, sa kohë tashti janë që janë pakëzu, i kom vizitu shumë kisha. Kur nuk kom dëgju në prift. Nuk kom dëgju në prift të i shoh vlerat kombëtare, sepse të betona vllai i dashtën Jezu Krishtin, betona në flamur, betona. Me panion e një prift të i shoh vlerat kombëtare shqiptare, të betona në qiellin tokë. Tashti mos më dalë edhe shumë i vrasht,
pa ja fut shpull nuk e kisha lënë. E kupton ajo? Më fal me dërhy këtu. Po dërhy këtu. Edhe me ken se një prift, muj mu qmend, edhe me i ban këto, një që theti, na te gjithë kishim më uqua me i denënsua, kurse unë e bëj video, vetëm reflektim, te hoxh mazlami që i thot flamuri kja është leck. E qka noll në videot e mia? Thone, mua më shajnë, kjo islamofob, e thone alhamdulillah për hoxhën. Ti e ke mendimin tjetër, ti me dëgju një prift, ti kishe mu hillrua, kurse këta i dëgjojnë, e hillrohen e ne që reflektojnë veç. Unë vetëm reflektoj, thot, dëgjoni hoxhën, më shajnë mua. Në vetë se me denënsua, e kështu këta marrin ma shumë e ma shumë pushtet. Shevqet Krasniqi thot, Nën Terezia është në fund të xhehenemit. Ahmet Kalaja thot, Nën Terezia ka ke Macedone, Indiane. Unë vetëm reflektoj, çka mundesh me pa në komente, që thot, alhamdulillah, hoxha i nderuam, e ti qafir, e mua më shajne. A shet mendim ju si janë ndryshe. Edhe nëse te kishe dëgjuar një prift, ti kishe reagua kudra ti, ishim ngrit kudra ti. Vllai dashtën, shqiptarët që janë të rikthy, besimin e të parëve tonë, të parët e tyne dikur kanë qenë të krishterë. Edhe ata që thojnë ashtu elhamdulillah, kur shahat Nëna Terezë, Gjergj Kastrioti, e Flamuri, e këto vlera të çmuara të kombit shqiptar, të parët e tyne kanë qenë të krishterë. Këto nuk guxojnë ata me harru kur. E nëse neve na thojnë, ju jeni shkije, ju jeni serb, ju jeni grek, mos të harrojnë se janë të i fy edhe gjakun e vet, e të parëve të vet, sepse edhe të parët e tyne kanë qenë të krishterë. E kur na bojnë neve, grek e serb e ku dione, ata duhet me ditë një gjanë se populli shqiptar, historikisht, ka qenë i armiqësuar me Jugoslavët, të cilët kanë ardhur prej ku kanë ardhur në shekullin 8, edhe na i kanë pushtu tokat tona. Edhe i kanë asimilu shqiptarët. Ata na i kanë djeg shtëpiat tona, na i kanë faru njerëzit tonë. E tashti, neve më na quajt të tillë vetëm për shkak se i përkasim krishterizmit, i cili ka ardhur në tokat shqiptare para 2000 vjetëve kur nuk ka pas as slav, as grek, nuk ka pas nga dishullin që sot quhet ballkanik e dikur u quajt ilirik. Kështu që le t'i thrasin mendjes ata vllazënit tonë të dashur, sepse na nuk i urrejmë ata, edhe nuk kem mundësi mi urrejt ata, edhe nuk e rrok as logjika mi urrejt ata, sepse janë gjaku jonë, mirë po ata mos ta fyjnë gjakun e vet, le ta ruajnë gjakun e vet, sepse krishterizmi vllai dashtën neve na e përmbush shpirtin. Po, ama identiteti jon, flamuri jon, gjaku i parëve ton, na e përmbush krenarinë e zemrës tonë. E krishterizmi edhe adheu jon ato shkojnë të dyat bashk. Njënën me da është sikur tjetër me vra. Kështu që ato shkojnë bashkë dhe nuk ban kur me i da. Amen. Gabdi Zotit se kjo është shumë e mrekullueshme se janë këta njerëz që e bajnë këtë pyetje, po për mua pyetje pa logjik, thot, a je shqiptar apo je katolik? E unë ju thom të dyja, se njëra fizike e njëra metafizike. Njëra çka je, unë nuk mundi me mohua, dëgjoj. Unë jam rrit me shkje, atë në më thone, ka pa disa video, unë bojnë debate edhe me shkje. Atë në thone, ky din sërbisht. Po, Ibrahim Rugova ka ditë sërbisht, se nësë jem budal mu rrit një shtet, ku kja gjua zyrtare sërbisht që mos me dit. A kupto? Por, do me tha, qysh se më kja fmi, na kanë lunua se jem shqiptar, më repor. Jam kja 7 vjeç, kur edhe ljopt na i quashin albanske krave. Edhe ljopt na i fyeshin se ljopt shqiptare, për. Isha thmi, kisha fri kur jam kja thmi.
Kur jam ke fëmijat në fitosha si trishtim, e atë në qka munohesh kur je fëmi? Kur je fëmi munohesh me umblua. Munohesh me kjenë si të gjithë tjertë, se është ajo presioni. Kur jam rrit, atër na kom tha, nuk du mu fshe, dua me jetua me te dy mushkni, jo me një mushkni, dua me jetua me te dy. Këto dy mushkni janë kombi e feja, dua me bërzon frym me te dyja. A kupto? Atë në njerësi që im ka njoft ka jam rrit thone, po ku bane ti fetar, po ku bane atletar. O, jam fshe dikur, se kam njoft, po nuk jam ma thmi, nuk më që më gjykua unë, kur jam kja 10 vjeç. Jam burr tash. A kupto? Malsar, adhetarizmin që e ki ti, e kush do që e ka adhetarizmin në shpirtin e vet, aja nuk bëhet, qështë kanë thonë ty, kur u bëhet ti patriot. Adhetarizmit linë në shpirt mena. Aja krijohet në gjenet e tua hala para si më lindë. Ajo është pjesë e jotja me cilën ti rritesh. Mirë, po për një moment caktuar ajo shpërthen. Amen. Edhe tash ti ka shpërthy te ti, e shpresoj që shpërthen edhe te ata që na dëgjojnë e na shohin, sepse adhetarizmi është sikur ai zjarri që qëndron ndër prushin që nuk shihet që është i ndezur. Mirë po, neve antishqiptarët janë të na fry shumë, janë të dashur më na tjetërsu edhe pastaj po çuditen pse ne po dhezemi. Po dhezemi më ne sepse ne jemi shqiptar. Po vlla, është tash kjo pyetja që gjithmonë u bën njerëzve, po shumë herë në debata në TikTok, në Facebook ku jam, edhe nuk lajn me fol, edhe se i pranoj si miq, u thon, "Lajom ta shpjegoj atë na." Asi. Unë ju thon, "Po mirë, more vlla. Ti po më thua mua për Charles. Po çka të bëj unë si katolik, i thon. Ti po futesh, po msha nën, po msha bab, po msha motër, po msha fen, po msha kryqin, po msha Jezu Krishtin, po msha nën Terezën, Gjergj Kastriotin, Pjetër Bogdanin, të gjithë priftat, të gjithë atletarët që janë me zemër shqiptar, krishterë si kanë gjithmonë. U thom, çka pritni ju pej mejet? Unë me ullë kryet, e me tha, mirë, vazhdoni, apo, unë si shqiptar tash, edhe unë duhet më kaluan ofanziv ka herna, por nuk kaluan ofanzivën si ata, nuk vashaj nanën, nuk vashaj babën, nuk shaj as një heroj islamit, unë u shkoj te thelbi, unë ju thom, unë jam si doktori, nëse është radikalizmi në islam, tash 14 shekull, që vjen forma ndryshme, që sot kem Boko Haram, kem Al-Qaida, Al-Nusra, ISIS, të gjitha këto forma, që le historikisht në mënyra tjera kanë ekzistu, unë ju thom, ka po frymzohen këta more. Doktori nuk thot e ke kancerin, po du me gjithë ku ka bind kanceri, duhet me këput kancerin aty ku e ka rajen, se nëse nuk e këput aty, kanceri vazhdojnë e përhapet. E unë ju thom, kanceri vërtet vjen nga që thati nga islami fundamental, islami vërtet. Tash muj me përmërsua, kem hoxha si që është Drilon Gashi, kem të tjerë që mundohen me predikua një islam tjetër, po çka noll me shoqin e tina? Drilon Gashin biku i Kosovës e përjashton, se thot jo, ti je një liberal, nuk je, islami i vërtet të duhet me ba si Muhamedi, mu shqyë si Muhamedi, mu vesh si Muhamedi, me i rua mustak të me lëshuvjet e mjekrën se ka tha Muhamedi, nëse me martua vajzat në moshën që i ka martua Muhamedi e të gjitha këto, që unë thom, këtu në raja, që për ata u merëm studioj Kuranin, që me jetë regua këtu është raja, e nga këto burojnë e këto gjane. Po vllai dashtun, e thati një gjo ma herët e tha që nuk ja u shan aty në herojt e islamit, në islam nuk ka heroj vllai dashtun, të paktën nuk ka heroj që du të mjë përshtat shqiptarve, ka lavdrim muhaxhirat të cilët e dim na se që kanë bon atje, në shku një luft që nuk ka të bëj me neve, organizume pikërisht për këtyne hoxhallarëve që
e kanë përjashtu Drilon Gashin e kështu me radhë. Mirë po edhe Drilon Gashi edhe shumë Drilona tjerë, shumë mirë që janë, se t'ishin edhe ata të çmendur, si disa hoxhallar që na i shohin vlerat kombëtare, atëherë vajhalli për neve. Por edhe këta Drilonat këta të tjerë, edhe këta më duket se e kanë pak me sherr e kanë, sepse sado që mundohen me lule, me stolis Islamin, prap është e kot, sepse prap ndeshësh te ato ajetet kuranore ku bëhen thirrje që krishterët e kaurat të leqiten për familjeve kur mos nxihet miqësi me ta, të përsekutohen, të kryqëzohen e kështu me radhë. Domethënë, është edhe një ajet kuranor që nuk përmenet shpesh në opinion. Thuhet vlla i dashtën, nëse vetëm një ajet kuranor refuzohet ose kundërshtohet në Kuran, ti ke kundërshtuar totalisht krejt Islam. Amen. Ata do të me qenë të vetëdijshëm për çdo ajet kuranor që thuhet aty, sepse është thonë nga pejgamberi i tyne, është thonë ajo. Edhe një gjë vëllai i dashur, hoxhallarët e para luftës. Hoxhallarët e para luftës prej tyne kemi pas edhe adhëtar. Sado që ju nduk liberal ata, edhe ata e kanë pas sherrin e madh të popullit shqiptar. Sepse analfabetizmi të popullit shqiptar ka ndodhur si rrjedhoj e predikimeve tyne që ju kanë thonë familjarëve, mos i çoni djemt e vajzat në për shkolla sepse ju bohen shkije. Kjo ka qenë parulla e propaganda kryesore që nuk i ka leju asaj kohe shqiptarët të shkollohen. Përveç se i ka ndalu shkollat Perandoria Osmane, edhe Serbia, Mbretënia Serboslave, edhe hoxhallarët e para luftës e kanë lujt njëjtin rol. Kështu që është fuqia e të madhe të Zot që i ka shpëtuar shqiptarët. Është mrekulli shumë e madhe, se përndryshe ne nuk do të ekzistonim sot. Nuk do të ekzistonim sot. Po fal klerit katolik, do të me theksu këta, edhe këta e din secili që sot e man kapushin e turkut e man në kokë, sepse ajo është kapuç i turkut, me ai shallin del i ushtarit Perandorisë Osmane, secili prej tyne e din që mos ishte kleri katolik sot ne nuk do të flisnim shqip. Edhe mos na i përmenin këta që kanë luftu në luftën e fundit, mos mundohen më na i paraqit neve luftëtarët e lirisë si islamista. Askush nuk u betu para flamurit për Muhamedin as për Allahun e tyne. Të gjithë janë betu me dhon jetën për liri, për adhej, për bashkimin e tokave shqiptare. Madje as për Kosovën që të shpallet shtet, po për bashkimin e tokave shqiptare dhe për shlirimin e tyre. Aty nuk ka pas besime. Aty ka pas adhej, ka pas sakrificë, ka pas gjak. Për me dëshmu këta që po e tham, vllai i dashtën, Jakub Krasniqi i cili sot gjinet në Hagë, unë e kom pas rastin ta kam mik edhe personalisht për një kohë. E tregon një rast shumë interesant, thot, sepse ai ka qenë dashti Kuzhej i Nalt, ka qenë në shtabin e përgjithshëm të QK-s. Thot për një moment thot na ka ardhur një thirrje se kanë ardhur disa, tash nëse zgaboja Çeçenisa, nuk e di qa, ju na afruan kufinin e Kosovës edhe kanë dashur më i mrena më luftu për ka neve. Edhe thot ne shkojmë atje në kufi edhe ju thojmë, ju nëse doni më kontribu, më na animu, na jepni armët, sepse ne nuk kemi armë. Mirë po jo mos hini mrena, sepse kjo nuk është luftë fetare. Na jemi të bon luftë për me mbrojt vendin ton, me çliru vendin ton prej armikut shkollor.
Kështu që sado që janë mënu mi dhonë konotacion fetar luftës fundit, nuk kanë mujt, kanë dështu. E kanë më dështu edhe këta hoxhallarët e këti 28 nëndorit që janë vesh me uniforma të ushtrisë lirimtare të Kosovës, e kanë hyp atje në për hutbet e tyne, e kanë kukat, e kanë piskat, të na shit neve patriotizëm të rajshëm, një patriotizëm që ata e kanë luftu, ku kanë mujt e kanë luftu, as me ata nuk munen me ju hedh hi syve shqiptarve, sepse shqiptarët e din që kanë prediku. Me asha ti shqiptarit Gjergj Kastriotin, e më u këthy mas një kohë e me ja lavdru Gjergj Kastriotin, atëre qa është ajo? Përveç se një fasad që e bojnë nga paniku që i ka kap, për shkak se janë duke pa për safërmi. Ata e vrejnë vllai dashtën, xhamit e tyne e vrejnë që besimtarët janë t'ju ik atyne. E vrejnë më edhe në buxhetin e tyne e vrejnë ata, vit për vit, që e mbledhin buxhetin, hakun e hoxhës, si që thojnë ata, e vrejnë që ju mungojnë pare, e nuk janë pak. Sepse edhe atë kostën për person e kanë jo një fishu, po e kanë 10 fishu, që t'jemi të qartë. E kanë 10 fishu vllai dashtën. E vrejnë gjep e vrejnë ata. Sa do që mënohen, unë e thëmë, e kanë betejën e kanë të humbun, sepse qëllimi nuk e kanë të mirë, e me që nuk e kanë qëllimin e mirë, nuk kanë shans më mbjetu në toka shqiptare. E kam fjallën për hoxhallarët të cilët e luajnë rolin e anti-shqiptarëve, kurse vllaznit e motrat tona të besimit islam, që na ndëgjojnë, ne i dojmë, ne i çmojmë, ne i respektojmë, edhe ne i kemi të gjakut tonë, nuk kemi ku mi qu, as ata s'kan ku na qu neve. Kështu që ta mbrojmë identitetin tonë para së gjithash. Amen. Po, vlla shpresojmë se nuk se po nxitet atletaria e vërtet, se s'paktit, pakzimet po bajne se paktit për ftyrë me ngrit flamurin, se të vërtet për mua më duk hipokrisie male, hoxha që hap të stot, Sultan Murati ka ken bekim për popullin shqiptar, thot populli shqiptar s'ka tjetër bab vetëm Erdoganin, i këton kange lavde Turqis, otomanvet, e tash në qtheti kur e kanë pasë po largohen njerëzit, se po nollin edhe musliman shqiptar që janë adhllatar të vërtet, edhe ata po shgënjehen me tha çka kanë këta njerëz, kush po i pagon, mnasha flamurin, Komin, Gjergj Kastriotin, tash kanë bën video, e kanë gjetë një prift, unë e kom bën video reflektimin, se një atë prift, bë e kom quaj me siguri prift, ignorant, i herë kom menua sa AI, thom s'muj me kjen, atë na menova nështë e kanë vesh këtë njeri, pa i me siguri nuk ka studiua me pase, qka ka fol ky hoxh për Sultan Muratin, i cili ka da me vrajgjesh Kastriotin, andra ti ka ke me vrajgjesh Kastriotin, ele ku ka zemër me dal ky hoxh me ban video? Ne Kaljan e Gjergj Kastriotit ne kruj, aty ku Sultan Murati o munua me çkatru ka qu shtartë e vet, e njekësit e Sultan Muratit kanë e kanë vra vajza, e djelën, e fmi, e burra, në kruj, aty del me shitash patriotizëm, e merë le priftin e përdor, e le janë e priftit flamurin në televizion e Kosovës, po s'ka nevoj me Allah Hoxha priftit flamurin, se flamurja i Gjergj Kastriotit, aj që e një vetin si biri Gjergj Kastriotit, aj muj me allurua dikuj, që një manipulim aqi mal që munohen me gjet ele ignoranta, mes nesh, që me ba atë veprën që dëshirojnë me ba. Ka ai shqyqa vllai dashtën, këto manifestime që jo majt për 28 nëndor, sa do hipokrizi që duket mrapa këtyne tendencave, prapo është diçka pozitive që
E megjithatë, edhe pse vetëm për një ditë ju ligjerojnë për flamurin kombëtar shqiptar për cilin u derdh gjaka, edhe është derdh gjak historikisht të mbrojt pikrisht për i turkut, i cili ka dosh mëna shfaruës neve. E tashti vllai dashtën du me përmend edhe një gjë në këtë rast, Bajazit Jashari, i cili është kumara im, Bajazit Jashari e ka thonë këta qysh para një vit e gjys, nëse s'gaboj, e ka thonë këta, që do të vjen momenti kur ata ta shohin veten të rrezikum e do të kapen për flamuri e do të kapen për plisi. E ka thonë para një viti e gjys, mundesh me gjetë në internet kjo deklaratë është. Më dërgua. Menoj se e kom dëgjua, po nuk e kom që te kom profeci e plotësuame. Patjetër vllai dashtën, sepse nuk është hera e parë, vazhdimisht kështu kanë bërë intriga, këta kapushturqit e pagume të financum për më na shkatru neve. Jo besimtarët e zakonshëm. E kam fjallën për këta hoxhallar, të cilët jo vetëm sot që janë të bo kërdi, po i kanë qua dhe 33 atje në Siri, i kanë marrë në qaf, i kanë marrë. E janë të nxit 33 edhe në për Evropë, më bo probleme të mëdhaja, që janë të na shkaktu edhe neve me vazhdu jetën në mënyrë normale këtu. Atë kujtohet vllai dashtën aja shqiptarja që shqiptare politikane në Zvicër, shteu mbi qajtën Mari me revole. Atë kujtohet aja pamje. Po, ele kom pa ba reflektim në video, ele ma ka blokua TikTok e Facebook e se kur vejmë diçka që ata janë kundra saj, apo kur dalim live me folj, sullen e bajnë anë kohën, ele ma kanë pa blokua, më kujtohet mirë që e merë e i bje pluma, zojz bekum e krishtit fmi. Qashtu. Kështu që kërdin që janë të bon këta, kërdin që e kanë bon, dhe më thonë, e kanë problem me shly ato mëkate që i kanë bo deri më sot. Unë uroj edhe shpresoj që shqiptarët e shohin lojen mas kësajna, uroj edhe shpresoj që këndelen e kthehen të rrajtë të parëve tyne në kishën katolike, sepse ajo ju konvenon edhe atyne, është për të mirën e tyne, për të mirën edhe të familjes tyne, për të mirën e brezave që vinë mas neve, se hajtë ne sot jemi, nesër nuk jemi, po që ndodh me fëmijët tonë pas neve, që ndodh me ata. Në shekullin 21 arrin një hoxh me radikalizu një tri, që do të ndodh pas 50 vjetëve, pas 70 vjetëve, 100 vjetëve. Në teknologjin më të sofistikume, në kohën e inteligjencës artificiale, ata me deve të tyne arrin me i infektu rinin shqiptare, po ku jemi ne? Po hajde të kthehemi të perëndimi, të kisha e Shën Pjetrit në Vatikan, të kthehemi të rrojtë të parëve tonë, të katolicizmi. Sepse katolicizmi, Jezu Krishti, kur nuk i ka sjell dëm popullit shqiptar. Përkundrazi, populli shqiptar në kohën kur kanë qenë të krishterë, kanë qenë, domethënë, në nivelet më të larta civilizimit njerëzor. E kështu që t'i kthehemi rrojve tona, t'i kthehemi kulturës që vet ka qenë jo që është vetëm e Evropës, po ajo kulturë evropiane ka qenë e jona, e ne ja u kemi dhënë Evropës sot që e njohim. Kështu që Amen. Të rimarrim vllai dashtën kulturën tonë, sepse është e jona. Amen vlla, një gjë që më ka pëlqyer për ty që ti drejt për drejt i thirr njerëzit u thua eni në pagzim, që do me tha nuk e fshe me motive tjera thua motivi i vërtet është
që eni me u pagzua më u rilind në shpirt. Tash, kjo thirrje, kjo shkakton urrëtie, shkakton luftë, por para se kem fillua programin, kem lut, zakonisht i thom Zotit çka do më na tregua nga Shkrimi i Shenjtë, edhe kom hap Shkrimin e Shenjtë dhe më tha vetëm ku të hapet vetëm. Edhe pe lexoj atë pjesën edhe pe përfundojnë çka na thot Jezusi, që këto t'jenë fjalë që me të lën ty vullnet, e forcë, që edhe kur të vinë vështirësitë, që me kujtua çka na ka tha Jezu Krishti në Gjonin 15, nga vargu 18, Jezusi thot: "Nëse bota ju urren, dini se para jush me urreu mua. Po të ishit e botës, bota do t'i donte të vetë. E pasi nuk jeni të botës, pse unë ju zgjolla prej botës, për këtë arsye bota ju urren. T'ju bie ndërmend fjalët që ju thash. Nuk ka shqiptori më i madh se zotëria e tij. Nëse mua me salvuon, edhe ju do t'ju salvojnë. Nëse fjalën time e mbajtën, edhe tuajnë do të mbajnë. E të gjitha këto do t'i bajnë kundër jush, për shkak të emrit tim, sepse nuk e njohën ata që me dërgoi." Kush e ka dërgua Jezu Krishtin, e ka dërgua Ati, e ai vetë thot nuk ma merr kush jetën, e luroj jetën, e lurojt një jetën për ne si fli, e na thirë edhe ne mu flijua për ata që na donë, se për ata që na deshti ai ne, ai flijo jetën për ne, e tash nëse ju doni popullin shqiptar, flijoni edhe ju që ata me pa dritën. Edhe ky vargu këtu që thot unë ju zgjolla prej botës, që krejt dëshmia jote për bjelletën këta. Nuk e ke zgjell ti Jezu Krishti, nuk e ke zgjell ti pagzimin, e ka zgjell ai për ty, te ka ftua që ti me përjetua gëzimin e plot, e një që më thea ti mua par patriotizmi, apo lefeja, këto e në brenda nesh e prisin me shpërthye, se shenjti i madh i Kishës Katolike, Shën Agostini, kur në këthye e ka shpërthye feja në zemrën e ti, i thot fjalët e pavdekshme, thot: "O Zot, na ke kryua për vetveten, e zemrat tona nuk do të pushojnë derisa të pushojnë në ty, e në pagzim zemra jote ka pushua në Jezu Krishtin, e ti fto tjerë tash që edhe zemrat e tyne me pushua." Lavdi Zotit vlla, falenderoj Zotin për jetën tënde, për dëshminë tënde. Kjo dëshmia e parë që e bajmë, por e besoj se kam na vazhdua me ba kësi programe për tjersh, e ju që na dëgjoni, shpërndani këto video, e nëse ju intereso për ma shumë, nëse të vërtet dëshironi, na lajm kohën tonë që me sjell dritën e popullin tonë. Blerim Nika, Zotit e bakoft, ushtar i Krishtit e ushtar i kombit. Shumë falenderit vëlla Malsar, të falenderoj me gjithë fuqinë e zemrës për këtë intervistë të kësaj natyre. Ishte knaqësi e madhe, e sidomos për një djalë shqiptar i cili jeton jashtë atë dheut, jashtë vendlindjes, jashtë tokës shqiptare, i rritur në Maltëzi, por i ka shpërthy adhetarizmi edhe Jezu Krishti në shpirtin e tij. Bekoft Zotit ty edhe familjen tone. Vllai dashtën, vetëm edhe i fjalë deshta me thonë për fund, sa i përket atyne që na dëgjojnë. Nuk keni nevojë mu lajmëru të one personalisht, as të Malsori, as të kërkush tjetër, nëse ju mushet menja mu pagzu. Shkoni drejtojoni të gjitha kishave katolike. Jo vetëm në Lapushnik, po në gjitha kishat katolike e bëjeni pagzimin, sepse ne i thrasim shqiptarët pagzohen dhe vetëm shqiptarët. Po nëse dëni informacion, muni edhe në kishmi marë informacionet, po muni mu lajmëru edhe të ne. Ne u adhojmë informacionet e duhura dhe nuk ju dërgojmë me u pagzu pa qenë ju të vendosur në mënyrë të lirshme, në mënyrë vullnetare me bo pagzimin, edhe pa i mësu ato që duhet me i mësu mrena në kish.
sepse pagëzimi nuk bëhet vetëm shkel edhe shko. Pagëzimin dush me ndje në shpirtin tënë, sepse pagëzimi nuk është vetëm një certifikat që e merr, po është vula e Jezu Krishtit që e merr në shpirtin tënë. E vula e Jezu Krishtit ta mbron jetën tonë, familjen tonë edhe kombin tonë. Faleminderit shumë vëlla i dashtëm, e ndoshta e zgjatëm pak të kërkoj falje, të falenderoj shumë, falenderoj. E besoj ata që të dëgjojnë do të kënaqen, e kam vu duk të le shkurt se dëshmia jote ka qenë aq e fort. Falenderojmë Zotin, e kërkojmë bekimin e tij për ne e për popullin e tij në emrin të Atit, të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Në zemrën e nënës, në lotin e gjyshit, në këngët e vjetra që ndrisojnë mishin, në fjala